Shkodra ishte ndalesa rrallës e një grupi qytetarësh nga Korça, të cilët vijojnë aksionin për mbledhjen e 20.000 firmave në mbështetje të nismës ligjvënëse qytetare me synim financimin nga shteti të trajtimit shëndetësor jashtë vendit për fëmijët nga 0 deri 18 vjeç, një nismë e cila kërkon që fëmijët të kenë mundësi trajtohen në spitale e Shqipërisë me fonde publike në rast kur sëmundjet e tyre nuk mund të përballohen nga sistemi spitalor shqiptar. Aktivisti Klajdi Plaha thotë se janë 50 raste në vit që kërkojnë trajtim jashtë vendit dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e papërballueshme, në mënyrë që qytetarët përveç problemeve shëndetësor të mos kenë shqetësim edhe problemin ekonomik. Kjo është një nismë qytetare që kërkon të mbledh 20.000 firma për të çuar në parlament një projekt ligj që të detyrojë shtetin shqiptar të mbulojë financiarisht shpenzimet e fëmijëve që kanë nevojë për kurim jashtë vendit, kur ky kurim nuk është i mundur në spitalet publike shtetërore në vendin tonë. Dhe jemi sot në Shkodër për të mbledhur firmat e qytetarëve shkodran. Kemi nisur nga Korça, jemi prapë në gjithë Shqipërinë, sot jemi në Shkodër dhe jemi edhe në ditën në vazhdim. Dhe i ftojmë gjithë qytetarët shkodran të na bashkohen për të mbështetur këtë iniciativë tonë. Rastet që janë mesatarisht janë diku në 50 raste në vit. Dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e papërballueshme, është një kosto realiste që mund të përballohet dhe për të ndihmuar çdo fëmijë, që familjet shqiptare të mos kenë përveç hallit shëndetësor të mendojnë edhe për hallin ekonomik. Kështu që është domosdoshme besojmë dhe projekt ligji është formsuar në një mënyrë të tillë që të mundsojë mekanizma të transparencës dhe të lehtësojë shumë procedurat deri tanishme. Gjithmonë ka vend për më shumë, gjithmonë ka vend për përmirësim. Aktualisht ekziston një mekanizëm që mund të ndihmojë çdo qytetar shqiptar, por problemi është që burokracitë me të cilën hasen qytetarët, mosbesimi që kanë ndaj institucioneve, vonesat e gjata e penalizojnë gjithë procesin dhe bëjnë pastaj nevojiten mbledhje fondesh, nevojiten që qytetarët të marrin kredi apo të shesin shtëpi për të shpëtuar fëmijët e tyre. Pikërisht tu është nevoja që shteti të ndryhë dhe të mbulojë gjithë shpenzimet që kanë nevojë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve tanë që janë e ardhme e kombit. Nisma ka nisur nga qyteti i Korçës për të vijuar edhe në qytetet e tjera të vendit.